Përshëndetje të gjithëve. I nderuar akademik profesor doktor Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i nderuar akademik profesor doktor Mehmet Kraja, kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, do të kemi me të një lidhje online. Të nderuar akademik, studiues, zonja dhe zotërinj pjesëmarrës. Kam privilegjin që në emër të organizatorëve të konferencës shkencore ndërkombëtare Revolucioni i Qershorit në jubileun e 100 vjetorit, t'ju uroj mirëseardhjen në punimet e saj. Kjo konferencë i kushtohet një ngjarje me rëndësi të madhe në historinë e popullit shqiptar, 100 vjetorit të Revolucionit të Qershorit, zhvillimeve politike, ekonomike dhe shoqërore në Shqipërinë e fillim viteve 20, që çuan në largimin e Ahmet Zogut, protagonistët e ngjarjeve të Qershorit 24, fitoren e opozitës dhe sfidat e saj në politikën e brendshme dhe të jashtme. Unë dhe kolegët e mi, antarë të Komitetit Shkencor dhe organizues, dëshirojmë të falenderojmë organizatorët, Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Universitetin Fan Noli të Korçës dhe Fondacionin Fan Noli në Tiranë, për besimin që na dhanë duke na ngarkuar përgatitjen dhe organizimin e konferencës, të cilës i uroj sukses të plotë. Duke ju falenderuar përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj, më lejoni të ftoj akademik profesor doktor Skënder Gjinushin për të mbajtur fjalën e rastit. Okej. Fjala për ju, profesor Vas. Përshëndetje, është një fjalë në emër të kryesisë së Akademisë së Shkencave, të cilën po e përcjell unë. Nderuar zoti kryetar, nderuar kryesi e kësaj seance, nderuar pjesëmarrës, akademikë, profesor, studiues të historisë politike e kulturore të Shqipërisë e të shqiptarëve. Në historinë bashkëkohore të vendit tonë, revolucioni i vitit 1924, siç e ka përcaktuar shumë qartë vetë protagonisti i tij zot Fan Noli, është një pikë kthese në historinë e Shqipërisë, një ngjarje që krijoi epokë. Nuk është ligjësi në politikë që revolucionet t'i bëjnë më liberalët dhe më të diturit. Megjithatë, në Shqipëri, një shekull më parë, ndodhi që revolucioni të ketë si shëmbëltyr një nga figurat më liberale të historisë politike shqiptare, i zot Fan Stilian Nolin. Lëvizjet dhe ngjarjet e mëdha në histori janë të lidhura ngushtë me detyrat që ato zgjidhin, e si të tilla çmohen më mirë më pas nga koha. Si të tillë revolucioni Fan Nolit ishte sa një shkëputje nga e shkuara, e po aq një shenjë e rizgjimit të forcave demokratike në Shqipëri për të bërë një shtet modern tek ne, pas një historie të gjatë nën perandorinë osmane, pas ronditjeve dhe paqëndrueshmërisë politike gjatë luftës së parë botërore, për të vijuar vizionin e Ismail Qemalit, princ Vidit dhe të kuvendit Lushnjës për një shtet dhe demokraci të vërtetë europiane në Shqipëri. Një dekadë e ca pas shpalljes së pavarësisë, Shqipëria ishte njohur politikisht e gjeopolitikisht si shtet më vete, por vendi vazhdonte të qeverisje me iniciacionin e kadilerëve dhe të mbështetej në sistemin e çifligjeve. Dy botë e dy qytetërime përplaseshin fort në zhvillimet e brendshme të Shqipërisë, Europa dhe Avropi, perëndimi dhe lindja, rendi vjetër dhe vullneti i ri për një politikë ndryshe. Thënë me fjalët e Nolit, ishin ballë për ballë rrjedhat sunduese anadollake, që po përmbyseshin sa kaq edhe në Turqinë republikane, me oksidentalizmin e një pjese cilësore të zhvillimit politik. Këto dy rrjedha kishin shëmbëltyra të përkundërta, të papajtueshme në program, në mendësi dhe në qëllimet përfundimtare. Më 1924 u ndeshën Davidi me Goliathin, progresi me regresin, e shkuara me të ardhmen dhe triumfoi europeizmi ndaj otomanizmit të vjetër, siç e përkufizon historiani amerikan Robert Austin në një nga monografitë e tij. Ky revolucioni dha një goditje fatale mendësisë anadollake që ishte trashëguar te ne dhe barzëve të kësaj fryme në Shqipëri. Revolucioni i Qershorit 24 nuk duhet parë si akt dhe qëllim në vetvete, por i lidhur ngushtë me vizionin e qeverisës të klasës më intelektuale të Shqipërisë që kishte në krye përfaqësuesin e saj më të ndritur në personalitetin e Fan Nolit që erdhi më pas. Vet Noli, më shumë se një herë në diskutimet e tij si deputet në Asamblenë Kushtetuese apo të zgjedhësit, kishte theksuar nevojën për themelimin e një shteti republikan modern në Shqipëri. Sipas tij, për themeluar një shtet duhen bashkuar gjitha forcat, të gjitha vullnetet e mira të kombit dhe në vend duhet mbretërojë një frym pajtimi. Me drejtimin e qeverisë 6 mujore nga zot Noli pati një rizgjim të republikanizmit, demokracisë dhe të kulturës perëndimore, që sipas Ernest Koliçit kishte lidhje të drejtë për drejtë me standardet e reja euroatlantike të qeverisë së Fan Nolit dhe të krahut të tij të djathtë, Luiç Gurakuçit. Sipas Koliçit, dhe po e citoj, kur fati e solli Fan Nolin me u vu në krye të qeverisë shqiptare, vendi ynë nisi me njëherë të ndërrojë fytyrë.
Një frymëmarrje lirie qarkulloi në rendin shtetënor e në mbar jetën e kombit. Ra ndryshku shekullor lan trashëgim nga pushtuesi aziatik. Kultura zuni kryet e vendit tu e zvendësue drejtime të mëparshme që spikatëshin për mungesë përgatitje përkatëse në degat e administratës qeveritare. Djelmënisë arsimume, ju caktua tek e mbramja vendi që i përkiten jetë kombit. Adhetarët të lanun bazdore që kishin shkri mundet djers e që kishin ende të qilura në shtat, varet e marruna në luftat të rilindjes, gjetën kuptim e çmim. Mbyllet citimi. Patrioti, kompozitori e dirigjenti Thom Manasi, drejtuesi i bandës kombëtare Vatra, mik dhe bashkëpunëtori i Zot Nolit, në atë periudhë kujton përpjekjet e përbashkëta për forcimin e institucioneve shtetërore në Shqipëri, e veçanërisht atyre kulturore e artistike. Sipas Nasit, citoj, Zot Noli ndronte ta bënte Shqipërinë si Zvicra. Për fat keq, qeveria e Zot Nolit nuk vazhdoi gjatë, një ushtri reaksionare udhëhequr nga Ahmet Zogu, ambicios, që në gjendje të thyente forca qeveritare dhe pushtonte kryeqytetin. Zot Noli i thye shpirtërisht, mundi të shpëtoj për në Itali. Kur e takova, ai më tha, citim nga Noli, tashti për mua mbeti vetëm mjekra. Rëzimi i qeverisë së drejtuar nga Zot Noli në fund të 24-s ishte një ngjarje dramatike e cila u përjetua shumë thellë në Shqipëri nga masat e gjera. Siç kujton ish pjesëtar i bandës Vatra, më pas kompozitori i njohur Kristo Kono në ditët e para të muajit dhjetor 1924 për shkak të luftimeve në lindje të Tiranës në vijën Dajt Selit. Nga rrethet të ndryshme të vendit u mobilizuan luftëtarë në mbrojtje të qeverisë dhe të kryeministrit Zot Noli. Nga Korça u nisi grupi mafi për bërë nga ushtarë rezervist, amatorë shoqërisë bashkimit dhe sigurisht vatran të bandës Vatra. Siç shprehet Kono, qëllimi i këtyre vullnetarëve ishte që të vinin në Tiranë për të luftuar kundër rebelëve dhe njëkohësisht bashkë me bandën të ngrinë moralin e atyre që luftonin. Në të gdhirë të datës 24 dhjetor 1920, mësojnë në Elbasan se Tirana ra. Kryetari i rezervistëve Alex Lubonja mblodhi me njerë grupin në sheshin e Amazgjaz dhe të gjithë të dëshpëruar siç ishin vendosin që të marrin rrugën drejt jugut. Kono shkruan, kur u hap dita e mirë, pam që në këtë drejtim po kalonin jo vetëm ne, po dhe ushtria e rregullt dhe rezervistët e Korçës, ditën rrugë dhe pa ushqim, në mbrëmje arritën në qytetin e Lushnjës. Tërheqja vazhdoi drejt Fierit, kur mbërritën në datën 25 dhjetor, ditën e Krishtlindjeve, të shoqëruar nga këmbanat e kishave që festonin. Ironi e fatit. Zot Noli po përjetonte ditën e tij më të zezë në politikë në ditën më të bardhë si besimtar në Krishtlindje. Në Vlorë mbërrin në mëngjesin e datës 26 dhjetor, aty ishte edhe qeveria e Tiranës me Zot Noli, i cili e kishte mbërritur së bashku me 300 veta me anija në Olfeta. Veteranët dhe Noli u bën përsëri bashk, më 27 dhjetor e përcollën Zot Nolin atin e tyre shpirtëror nga porti i Vlorës për ndrejtim të Italisë së bashku me Luiz Gurakuqin, Mustafa Krujin, Major Dervish Mitrovicën dhe Major Mustafa Maksutin, dy të fundit komandant i pari i Gjandarmerisë dhe i dytë i ushtrisë. Ndërkohë që Noli ishte në Vlorë, Konica nga Amerika mendonte se për të shpëtuar Shqipërinë nga një luftë e mundshme civile, një kompromis mund të arrijej mes Zot Nolit dhe Zogut. Në 27 dhjetor 24, ai dërgoi një telegram Nolit dhe nga ana tjetër, Vatra në Boston i shkrua drejt për së drejti kolonel Ahmet Zogut. Telegrami dhe plani konkret i kompromisit nuk mbriti në duart e Nolit, pasi ai ndërkohë ishte nisur për në Itali, ndërsa në zyrat e Vatrës mbriti përgjigja e Zogut, i cili linte hapur mundësinë e kompromisit, i cili u arrit vite më vonë. Po a dështoi revolucionin Nolit? Detyra që i caktoi vetes Sfan Noli me qeverinë e tij ishin në thelb shtendërtuese. Të gjitha reformat e premtuara prej tij në rregullimin kushtetues dhe në sistemin politik, në reformimin e ligjeve dhe të rendit pronësor u bën për të qytetëruar politikën dhe për të ndërtuar shtetin. Janë të njëjtat detyra që zgjidhi revolucioni frank me kthimin e demokracisë në qytet, siç ishte në periudhën klasike antike të demokracisë së polisit, demokracisë së qytetit me kalimin e qeverisjes nga monarkët te qytetari. Zot Noli ishte kryeministri më i ditur dhe më përparimtar i kohës në Ballkan. Populli shqiptar që mbështeti pamëdyshe një kryepeshkop ortodoks për të qeverisur vendin, me gjithë multifetar në përbërje, dëshmoi nga cilësitë më të shëndosha të identitetit të tij, tolerancën. Zot Noli ishte, mbeti dhe vazhdon të jetë një nga figurat qendrore të Shqipërisë, edhe pas vitit 24, duke ushtruar ndikimin e tij pozitiv të jashtëzakonshëm në bërjen dhe lartësimin e Shqipërisë në të gjitha format, përmes kulturës e besimit fetar, e si shkrimtar, përkthyes artist, si muzikolog e si kompozitor. Revolucioni qershorit dhe roli i Nolit në të, rëndësia dhe vlerat e vërteta të tij shfaqen më mirë në determinimin e prirjeve të historisë për të ardhmen, të cilave koha u dha të drejtë. Fuqinë e ideve dhe programit të saj ja paracaktoi fatin së ardhmes së popullit. Disa reforma
europeizuese të shtetit që u bën më pas, si për shembull hartimi i kodeve themelore juridike, duke përfshirë kodin civil dhe atë penal, sipas modeleve zvicerane, franceze e italiane, erdhën si detyrime të nisura e të paracaktuara prej vitit 24, duke kulmuar me reformat në arsim dhe disa reformat të tjera në dobi të emancipimit të shoqërisë. Ne sot nderojmë i Zot Nolin dhe kontributin e tij për të bërë shtet modern Shqipërinë, nderojmë progresin që u ngrit mbi pengesat, nderojmë ngjarjen që ndikon edhe sot në jetën publike shqiptare. Ju falenderoj për vëmendjen, unë të mbar konferencë. Faleminderit shumë akademik Vasotole për fjalën e rastit. Dhe tash i lutem zonjës Kellet na mundsoj lidhjen online me kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, akademik profesor doktor Mehmet Kraja. Fjala për ju, profesor Mehmeti. Përshëndetje për të gjithë pjesëmarrësit në konferencën shkencore për 100 vjetorin e Revolucionit Qershor. Unë nuk kam një kumtesë shkencore dhe nuk kam ndonjë kontribut të veçantë për këtë. Kam një përjetim, do thosha, që t'ju një lloj mesazhi që lidhet me Nolin, por që ka të bëjë kryesisht me motrën e Nolit, të cilën e kam takuar në vitin e lartë 1982, ishte një takim inspirues, do thosha unë, të marrë parasysh se është figurë, Noli ishte një figurë që ne e kishim respektonim shumë në kohën e arsimimit tonë, shkollor dhe letrar. Takimi me motrën e Nolit u ndodhi në Aleksandropolis, në Feres të afër Aleksandropolis, në kufirin midis Greqisë dhe Turqisë. Idenë për ta takuar këtë person erdhi nga Shkenzen Racha, një doktorant që atë kohë punonte në Institutin Armeologjik dhe ishte doktorant në Universitetin e Athinës. Ai e solli idenë, i solli në vërtet informacionin se motra e Nolit gjendej diku në Greqi dhe se do të ishte interesant për ta takuar. Koha kur ndodhi kjo ishte një kohë e restriksioneve të mëdha dhe cenzurës madhe në Kosovë, sepse mas vitit 1981 u apliku, zbatu një cenzurë madhe në mjetet e informimit dhe në kulturë në përgjithësi. Unë isha redaktori kulturës në gazetën Rilindja dhe ideja për ta shku në Greqi dhe për shkru një numër reportazhesh për motrën e Nolit lindi nga Shkenzen Racha. Unë e paraqita kërkesën drejtorit Rilindjes asaj kohe, ishte Aslan Fazlije, dhe kryeredaktorit Maksut Shehu. Çuditërisht ata e pranuan, pa ndonjë hezitim të madh, dhe në qershor të vitit 1982 ne u nisëm për Greqi, pa ndonjë ide të qartë se ku do shkonin. Takuam në Selanik, në Institutin e Studimeve të Evropës Juglindore, mos gabosha kështu quhej, Tito Johallas, i cili kishte qenë në Kosovë disa herë si seminarist, dhe ai na dha një informacion për afërt, që diku është motra e Nolit, diku te Aleksandropolis, por nuk kishte as kishte pas dikush një kontakt me te. Unë nisëm, ishte një vapën të mërshme, ngjashme me këtë që është aktualisht. Unë nisëm me Shkenzen Rachën, të ndjerin tashmë, dhe arritëm në Aleksandropolis. Të lodhur, të mërzitur, sepse ishte rrugë goxha e lartë, nuk janë këto rrugët që janë sot në autostrada, kanë qenë rrugë, edhe në Greqisë kanë qenë rrugët as mira. Dhe pyetëm për një komunitet mundshëm shqiptar diku aty. Një zonjë e hotelit na tha se ka shqiptar që vinë ditën e tregut, e dita e tregut binte me qenë të nesërmen. Tregu baj afër bregut detit dhe aty mund të takonin ndonjëri prej
shqiptarëve, të vërtet arbanitasve. Dolëm nesërmen, te ai treg, pyetëm, nuk takum asnjë të tillë, na thanë që atë ditë s'kishin dalë, kisha përshtypjen se ndonjërin edhe e kemi pyet, po ata frikoshin shumë. E kemi pyet edhe kemi taku për pikërisht të tillë, po thoshim jo s'kan ardhur sot, jo nuk janë, jo, domethënë kishin një duke që ishin të friksuar. Greqia kishte masa shumë ashpra ndaj të gjithë komuniteteve, por edhe ndaj komunitetit shqiptar në veçantë. Zbatonte një diktaturë, edhe vetë Greqia ishte ende në masat e sapo kishte kaluar nga diktatura. Edhe por na thanë që po, edhe kjo, që ka rëndësi, na thanë që në Feres është një komunitet shqiptar, Feres është një qytesa më e skajshme e Greqisë në para kufirit me që aty kufiri me Turqinë ishte shumë afër, domethënë punë 2-3 kilometër. Shumë Feres, dhe në një takum me njerëz të zakonshëm, pyetëm nëse ka një komunitet shqiptar aty, nëse gjenden dikush shqiptar, na thanë me njëherë po. Ngjituni të sheshi, mund të takoni aty si do njerëz moshuar, një kafe pensionerësh, dhe aty shkuam me idenë që mbase mund të takojmë. Megjithëse ishim lodh shumë dhe gati që ishim gatshëm me heq dorë, sepse kishim bredh goxha shumë dhe s'kishim gjetë pothuajse asgjë. Unë gjitëm të sheshja e saj qytese, dhe sa po afrum të ajo kafja, ishte verë dhe atër ishin, tavolinat ishin jashtë, ishin do burrat moshuar. I pyetëm, metafori greqisht shkelcen Raça, ata nuk hezituan, ata me njëherë në thanë po, ne jemi skiptar, fillon të flitin me neve, pak të habitun e të çuditun që kërkonim, çfarë kërkonim, çfarë kishim ardhur aty. Nuk ishte se ishte hera e parë që kishin takuar njerëz nga shqiptarët, ishin sepse dikush që kishte punuar në konsullatën e Shqipërisë në Stamboll, i kishte takuar disa herë, por sa i përket edhe kishte shfaq edhe interesim edhe për motrën e rolit. Ma vonë kam kuptuar që mund të kishte qenë Nasho Jorgaçi, eventualisht nuk e di, nuk u identifikuar se kush ka qenë, por kryesisht jo me bë publike, no i bë publike ato takime. Pyetëm për motrën e Nolit, po thanë që tani vjen nipi i Nolit. Ai mbyllte dyqanin diku në orën 12, ishte një dyqan hekurishtesh që mbante aty afër qendrës. Erdhë dhe ai, u njohëm, na takoi, i treguam pse kemi ardhur. Ai ishte shumë dashamirës, pritte një shqipe të rënduar, por relativisht të kuptueshme, në një kohë që po edhe na mori, na çoi te shtëpia vet, ishte një mikpritje e jashtëzakonshme, na takoi me nanën e tij, që domethënë motrën e Nolit, ishte Sultana, e kishte emrin. Ajo nuk fliste shqip, kishte qenë e martuar për grek. Nipi fliste, edhe fliste relativisht mirë, nipi i Nolit, domethënë djali i saj. Ai na tha, rrugës dërsa shkonim aty, që pak gjëra man mend. Ama, domethënë motra e Nolit, sepse takimin e fundit që kishte pas me Nolit ishte 1911 në Sofje. Na pritën mirë, na ofroi krejt çfarë kishte ajo, kishte një korrespondencë, kishte edhe fotografi. Disa fotografi si tani qarkullojnë kur paraqesin Nolin me mjekër, në moshë relativisht 3, janë fotografi që ne s'pari kemi publiku dhe pastaj janë shpërnda në mbar botën shqiptare. Kishte letra, po kryesisht letra të karakterit familjar, të shkruara greqisht natyrisht, edhe nga zyra e kryeministit. Kjo është interesant për mendet, domethënë nga zyra e kryeministit kishte një 3-4 letra që i kishte shkruar sultanës në Greqi.
Ky komunitet shqiptar që ishte në Feres, afër kufinit, ishte vendosur afër kufinit me Turqinë, ishte shpërngulur mas marrëveshjes së Lozanës për lëvizjen e popullsisë, për lëvizjen e popullsisë greke në anën e për të bërë për të deportuar në anën e Greqisë dhe asaj turke në anën e Turqisë. Dhe marrëveshja e Lozanës i kishte faktikisht kishte vendosur. Dhe këta ishin vendos afër, këta ishin të Edrenes dhe ishin vendos afër kufirit me idenë që do ktheheshin përsëri. Shumë pas një kohë të shkurtër do ktheheshin sërish në Edrene, në Turqi. Por aty kishin me tani për gjithnjë. Letrat ishin të karakterit familjar, e pyeta unë nëse kishte ndonjë takim ose ndonjë komunikim tjetër përveç atyre letrave. Jo, në tha, s'kemi pas ndonjë gjë tjetër. Po ndonjë mundësi takimi keni pas apo s'keni pas, tha jo, sepse ai Noli në Greqi ishte shumë i urryer dhe po ta zinin shprehimisht ato ta piqnin të gjallë. Dhe morëm ato letra, ato fotografi, shkuam në Aleksandropolis të bëm një kopje të tyre, se nuk na i dha ajo. Natyrisht fotografitë na interesonin më shumë, ishte një fotografi familjare ku ishin taku në Sopje me 1911. Kjo ishte vajzë e re, vajzë e parritur akoma. Noli ishte me mjekër, i dze, i ri, më thonë, një mjekër dzes, goxha i bashëm, jo shumë i gjatë, i marrë parasysh krahasimin me antar tjerë familjes. Dhe pasi morëm, qëndrum shkurt, nuk na lanë të qëndronin më gjatë, sepse vërtet na sugjeruan të mos qëndronin më gjatë, sepse ishte zonë kufitare dhe në nuk ishin paraqit të policia greke, nuk ishin paraqit as si gazetar fare, dhe ideja ishte që mund të na gjërmonte policia dhe na dëbonte edhe nga Greqia. Prandaj shkuam ne një natë në hotel, edhe pastaj u kthyem sërish në Aleksandër, edhe nesër u kthyem sërish te familja për të kthyer ato çfarë kishin marrë. Dhe ky ishte takimi me motrën e Nolit, 2 herë u pam. Ne u interesuam për familjen, antar tjerë të familjes. Edhe ata na thanë që Noli kishte pas një motër tjetër, kishte pas disa motra, po një motër tjetër në Kavall. Athenën, e cila kishte vdekur para disa vitesh, dhe na thanë se me te kishte pas një korrespondencë më intenzive. Na dhanë adresën e asaj motrës në Kavall, por na thanë mos tregoni që ju kemi thënë ne, sepse familjarët kishin pas do mosmarrveshje mas së vdekjes së Nolit, sigurisht për punë trashëgimie, kishin pas idenë se Amerika mund t'ju sillte ndonjë gjë, Noli nga Amerika, po s'kishte lënë asnjë gjë të vlefshme që mund të trashëgojë, por ajo periudhë kishte qenë pak me mosmarrveshje midis tyre. Ata na thanë që pra mos tregojmë se kush i ka dhënë adresën, po të shkojmë te Kavall. Shkuam në Kavall dhe dham taksistit adresën edhe na çoi pa hezitim dhe pa shumë mundim na çoi te ajo shtëpi, trokitëm në derën e asaj, ku realisht ishte besa e Nolit, besa Athenës. E lutëm për mirë kuptim që na jepte çfarë kishte korrespondencën me Nolin. Tha është korrespondenca me një në pra u shkurt, është korrespondencë familjare, nuk ka lidhje me asgjë politike. Thamë, nëse nuk kërkojmë politike, qoftë edhe familjare, po na intereson se çfarë ka ose. Na insistuam, ajo insistonte jo. Ne kishim pak mënyrën tonë të insistimit, si gazetar natyrisht, por ajo nuk e zgjati shumë, tha apo ikni që këtu ose jo, thrasin polici. Ikëm. Pa një pa dy, sepse policia greke në atë kohë nuk ishte aq miqësore me kujtës, me neve jo, gjë që jo. Erdhëm Selanik, gjetëm një nip tjetër të Nolit,
i cili e kishte takuar Nolin me 1931 në Vjenë. Dhe kishte qenë për një kohë, kishte jetu me Nolin. Ai kishte marrë si djalë trip që ta shkollonte, dhe ky për një vit kishte qëndruar me te. Nuk kishte shumë, kishte kalu shumë vjetë, domethënë që 31, 18, ishin shumë vjetë. Dhe ishte veti edhe ai ishte i moshuar, po ishte miqësor, shumë miqësor me neve, shumë i hapur në bisedime, në biseda, në të gjitha në komunikimet tona. Nuk përfiton shumë prej kësaj, unë kthym në Prishtinë, bam një seri prej 20 vazhdimesh të reportazhit nga ato takime, nga ajo që gjetëm me atje. Përfundimi ato u lexuan shumë, nxorri një gjatë mirë ato reportazhe, sepse njerëzit kishin humbur besimin në Kosovë se mund të kthehej sërish mas 81-shit, që mund të ktheheshin sërish figurat kombëtare, sepse kishin vënë në embargo pushteti edhe figurat kombëtare edhe shkrimtarët e traditës edhe të gjithë. Botimi aty në 20 reportazheve ishte një gjë që një dritare e hapur për një ndryshim të klimës politike, ose për një mundësi për ndryshim të klimës politike. Ne nuk mësuam ndonjë gjë të madhe, na e bën nga një vërejtje partijake dhe se për nacionalizëm dhe me aq shpëtu. Kjo është të. Ju faleminderit për vëmendjen edhe për respekt. Faleminderit shumë, profesor Kraja. Nuk mund të pa thënë se fjala juaj, sikurse edhe fjala e profesor Toles, i dha një tjetër ngjyrë fillimit të punimeve të kësaj konference, që i kushtohet një ngjarje të rëndësishme, sikurse ishte 100 vjetori i revolucionit qershorit të vitit 1924. Theksoi disa tipare të veçanta të një prej protagonistëve të saj, të cilat japin të kuptohet akoma dhe më mirë ajo çka ndodhi në ato 6 muaj në Shqipërinë e asaj kohe. Duke ju falënderuar për fjalën tuaj, më lejoni të nderuar pjesëmarrës që tash i jap fjalën një prej mysafirëve tanë, një prej të ftuarve tanë, të ardhur nga Përtejdetit, profesor doktor Gaetano Damaco, i cili do të kumtoj për temën Attualità della testimonianza di Luigi Guracucci, protagonista dell'esperienza democratica del governo di Fannoli. Parola per you, professor Damaco. Grazie Presidente, caro amico. Nderuar kryetar, nderuar kolegë, me lejoni se pari të falenderoj akademike shkencave, organizatorët e konferencë dhe kryetarinë e Komitetit Shkencor për nderime fjalë në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore. Këtë konferenca shkencor merr një rëndësi të madhe për rëndësinë e asaj ngjarje historike, e cila shënoi një etapë në rrugën e çlirimit të Shqipërisë. Dhe gjithashtu sepse ajo ngjarje projekton efektet e saj edhe në përvojën aktuale të vendit. Fjalimi im i shkurtët është i ndarë në 5 pika. 1. Aktualiteti i figurës së Luigi Guracucit. 2. Geniusi Guracucit dhe revolucion shqiptare. 3. Vlerat e Luigi Guracucit në Kushtetutën aktual dhe Shqipërisë. 4. Bashkëpunimi akademik me Barit dhe Tiranë në emër të Luigi Guracucit. 5. Guracucci dhe perspektive europiane e Shqipërisë. Me falna e nes vazhdoj në italisht tani. Brevemente, perché è importante celebrare questo giubileo? Non si tratta, a mio parere, di celebrare un mito, ma di riportare alla memoria
i personaggi con le loro caratteristiche, i valori che caratterizzarono quella rivoluzione di giugno del 1924, per comprendere qual è la testimonianza, l'eredità che è stata data a noi, cioè non solo all'Albania, ma all'umanità, e quindi favorire una riflessione, perché c'è il rischio che questa testimonianza possa diventare molto debole, specialmente nelle nuove generazioni. Un effetto della rivoluzione di giugno, come è noto, fu la creazione del governo presieduto da Fanoli. Voglio solo sottolineare che questo governo fu in realtà la prima vera esperienza democratica dell'Albania, diciamo moderna, post dominazione ottomana. È vero, essa è poggiata sulla rivoluzione precedente e sulla dichiarazione di indipendenza, ma il periodo che va dalla dichiarazione di indipendenza fino al 1924 è stato caratterizzato da molte criticità. La prima guerra mondiale, prima di tutto, i conflitti interni e soprattutto la volontà delle grandi potenze del tempo di approfittare della debolezza dell'impero ottomano per dividersi i territori. Quelle potenze, Gran Bretagna, Russia, Italia, Francia, Germania e anche lo stesso impero austro-ungarico, in realtà volevano dividere il territorio, dividersi il territorio. Non gli interessava niente del desiderio di emancipazione dei popoli e della liberazione dei territori. Quindi, per questo fu una vera prima esperienza democratica, quella costituita dalla opposizione, dalla prima opposizione al tentativo di dittatura di Zog e poi dalla costituzione del governo Fanoli. Ci sono con riferimento a questo punto, due punti che vorrei sottolineare, uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo. Quello di carattere oggettivo riguarda la ragione per cui i patrioti che animarono nelle varie città la rivoluzione, Shkodra, a Berat, nel Kosovo, in tutta l'Albania praticamente. Quale fu il desiderio, la volontà che li unì? Quella di opporsi al feudalesimo e alle ingerenze straniere. Il feudalesimo, soprattutto quello creato dalla dominazione ottomana, fu una vera disgrazia per il popolo albanese, perché fu la volontà di sottomettere un popolo, senza tener conto delle tradizioni e dei valori. Per questo fu, direi, violenta la reazione del popolo sotto la guida di questi personaggi, perché la cosa veramente interessante e direi anche una specie di risorgimento della storia, non soltanto del risorgimento dell'Albania, è che in questi periodi, in quei periodi così difficili, si trovarono delle persone, delle guide, come Fanoli e Guracuci e altri, che avevano una prospettiva, avevano in testa un disegno. E ovviamente il secondo punto era l'eliminazione di ogni forma di ingerenza straniera, e questo risultò molto più difficile. Le caratteristiche soggettive di quella rivoluzione non sono meno importanti, anzi, se ci soffermiamo soprattutto su Fanoli e Guracuci, vediamo che si tratta di due personaggi che per strade parallele hanno compiuto un cammino
di umanità e di maturazione verso valori liberali e democratici. Ricordo che siamo subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e non sto io a ricordare a voi qual è il percorso di Luigi Guracucci dagli studi a Scutari con i Gesuiti e poi al collegio di San Demetrio Corone e poi a Napoli. Napoli davvero, sia per Guracucci sia per Fanoli, Napoli è stata molto importante. Napoli era una città mitteleuropea. Quindi Guracucci coltivò questi principi di liberalesimo e di democrazia confrontandosi con un pensiero mitteleuropeo, ma allo stesso tempo non dimenticò i valori della sua appartenenza e quindi coltivò il rapporto anche con i circoli Arbrecht. Molti lavori, molte poesie e molti saggi sono stati scritti a Napoli, non casualmente. E da questi scritti emerge un profondo sentimento di nazionalismo sano e di patriottismo, concepito però in una prospettiva europea. Ed è questo l'aspetto importante. Tanto importante che negli anni 40 una casa editrice barese, Le Arti Grafiche La Terza e Polo, pubblicò alcune poesie postume di Luigi Guracucci. Erano un volume di una novantina di pagine che era intitolato Wiersza. E un altro aspetto importante di quell'attività letteraria fu lavorare alla prima costruzione metrica della poesia albanese. Ecco, questo è un altro aspetto importante, la prosodia. La prosodia che cosa era? Il tentativo riuscito di costruire non la poesia, la metrica poetica, ma di costruire il linguaggio, perché nella convinzione di Guracucci la lingua, il linguaggio, con tutto quello che ne consegue, è identificativo del popolo. E si sa come questo invece era una forte restrizione sotto il dominio ottomano. Poi, sotto questo profilo, dunque, è interessante vedere come in Guracucci il poeta e il patriota non sono divisi. Lui non scrive delle poesie per il gusto e per il diletto del suo orecchio o il piacere dei suoi amici. Lui scrive delle poesie per tradurre il suo pensiero rivoluzionario e riversa nel suo pensiero rivoluzionario le ragioni che sono contenute nei saggi e nelle poesie. E non fu solo questo Guracucci, fu anche un organizzatore di cultura, un'esperienza che maturò insieme con Jerzy Fichte. A cosa servì questo? Beh, molto. Servì molto per dare un assetto stabile e importante all'attività dell'istruzione nel paese, soprattutto quando diventò ministro della pubblica istruzione. Terzo punto, quali sono i valori e gli ideali che ispirarono Luigi Guracucci e che troviamo oggi nella Carta Costituzionale dell'Albania Democratica? Ne sono tantissimi, io ne citerò pochissimi, solo citare per non abusare della vostra pazienza. Per esempio, il primo è la tradizione, la storia, le religioni. Troviamo la sintesi di tutto questo nel preambolo della Carta Costituzionale. È molto bello questo preambolo perché inizia così, voi lo sapete bene, noi genti dell'Albania.
quindi non l'Albania come territorio astratto, ma genti, le persone dell'Albania, orgogliosamente consapevoli della propria storia, della responsabilità verso il futuro, con fede in Dio e nei valori universali, e poi eccetera. Si richiamano la determinazione di voler creare uno Stato di diritto, la tutela dei diritti umani, la lotta per la pace e così via. Attenzione, dal punto di vista tecnico, il preambolo della Costituzione ha un duplice valore, uno fortissimo, quello politico, è un messaggio, ma ha anche un valore giuridico, non diretto ma mediato, perché quei principi vengono ripresi nei singoli articoli della Carta Costituzionale. Un altro valore è l'indipendenza e l'unitarietà della nazione, cosa che noi troviamo nell'articolo 1.2 della Costituzione, uno Stato unitario e indivisibile, nell'articolo 14.1, dove è detto che la lingua ufficiale della Repubblica d'Albania è l'albanese. Brevemente, cosa significano questi due articoli? La nazione è indipendente se è unitaria. Questo era l'obiettivo costantemente presente negli scritti di Gurakuchi e degli altri protagonisti. L'indipendenza sì, ma non anarchia, dentro un quadro unitario, che è la storia del nostro popolo. E poi l'altra cosa interessante, perché si dice nell'articolo 14 che la lingua ufficiale della Repubblica dell'Albania è l'albanese? Non tutte le Costituzioni indicano qual è la lingua ufficiale. Per esempio, nella Costituzione italiana non è scritto che la lingua della Repubblica è l'italiano, anche perché noi abbiamo oltre 2000 minoranze etniche storiche, tra cui anche quella arbresce. Che significa dunque dire che la lingua ufficiale della Repubblica è l'albanese? È molto semplice, perché la lingua, il linguaggio, prosodia, è identificativa dell'unità della nazione e delle persone, è un tratto caratteristico della nazione albanese. Ecco perché si indica. E un altro punto è l'amore per la democrazia. Gurakuchi è un martire della democrazia e del liberalesimo. Lui fu ammazzato a Bari perché era democratico, perché non voleva ovviamente accettare il colpo di Stato e la dittatura di uno solo. Un altro punto, e chiudo su questo, è, come è stato ricordato nella presentazione della conferenza, la tolleranza e la convivenza religiosa. Anche questi sono presenti chiaramente nella Carta Costituzionale, soprattutto nell'articolo 3 della Costituzione del 1998. Però voglio solo ricordare una cosa: tolleranza e convivenza religiosa non è solo un modo di vivere, un modo per non farsi del male. No, al contrario. Nell'esperienza storica dell'Albania, tolleranza e convivenza religiosa, come dice l'articolo 3 della Costituzione, sono, cito, sono le fondamenta dello Stato, che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli. E Gurakuchi era un tollerante, perché si confrontava con il dialogo con le altre fedi religiose, si confrontava attraverso il dialogo con le altre idee politiche, cosa che aveva cominciato a sperimentare proprio a Napoli. E poi ci sono altri due punti di chiusura. Ecco, perché Gurakuchi è anche importante per Bari e per l'Università di Bari, e perché è attuale? Perché Gurakuchi è alla base dell'apertura delle relazioni tra l'Università di Bari e l'Università di Tirana. Fu questa la ragione per cui nel 1985 fu realizzato a Bari un convegno, l'omicidio politico di Luigi Gurakuchi. La storia di Gurakuchi è stata scritta in 100.000 luoghi diversi, però non sono mai state, fino a quel momento, analizzate le vicende processuali. Come mai questo Stamolla fu assolto? Cosa c'era sotto? Qual era il legame tra la politica fascista
il legame Mussolini-Zog, il convincimento, la pressione fortissima sulla Corte d'Appello. Il processo non si celebrò a Bari, dove fu arrestato l'assassino Stamolla, fu trasferito a Trani, una Corte d'Appello un po' più addomesticabile. Quel convegno fu molto importante ed ebbe una grande eco. Non fu facile organizzarla. L'anima di quel convegno fu il Papa Giuseppe Ferrari, che insegnava a Bari lingua e letteratura albanese sia nella facoltà di economia sia nella facoltà di magistero. Ed era molto conosciuto in Albania. Egli partecipò al convegno del 1972 per l'unificazione della lingua. A quel convegno parteciparono, oltre ufficialmente l'ambasciata d'Albania attraverso l'incaricato d'affari dell'epoca, Chazim Tepsi, una delegazione molto importante, con Luan Omari, vostro accademico, molto importante e famoso, Stefanak Pollo, Piro Taku, e poi parteciparono anche i presidi delle 3 facoltà, giurisprudenza, economia e lingue straniere, i rettori, anche quelli precedenti. Fu presieduta da un giudice della Corte Costituzionale. Ebbe una grande eco. Se voi andate su internet oggi trovate ancora i riferimenti di quel convegno. E fu importante, percepito per quello che fu, cioè l'inizio di una apertura politica, perché questo ci consentì poi di essere invitati e nel 1988 l'Università di Bari fece una visita ufficiale e noi siamo stati ricevuti, abbiamo avuto questo grandissimo onore da Alex Buda, al quale abbiamo consegnato questo libro che io poi è una delle pochissime copie rimaste, sono gli atti del convegno che consegno all'Accademia per le mani del Presidente. E questo è l'inizio di una grande collaborazione tra non solo l'Università di Bari, ma le università di Puglia e non solo di Puglia e le università albanesi che nel frattempo sono sorte, con un profitto reciproco e il riconoscimento di una qualità attestata internazionalmente. Infine, e concludo, ho detto prima che la prospettiva di Luigi Guracuci, di Fanoli e degli altri protagonisti della rivoluzione era quella europea. Queste persone non hanno mai immaginato di creare una nazione dentro un contesto orientale, anche perché si era disfatto l'impero ottomano. Il punto di riferimento era l'Europa. Ebbene, questo valore oggi è più che mai importante perché c'è un appuntamento europeo dell'Albania e che io spero si realizzi quanto prima, anche se manca ancora qualche adempimento al processo di associazione. E quindi, come vedete, questo rapporto, questa tensione europea presente in Guracuci è viva ed attuale oggi. E quindi queste sono le ragioni per cui io credo che bisogna dare merito all'Accademia delle Scienze e agli altri organizzatori di aver pensato di celebrare questo giubileo. Vi ringrazio. Nderuar kolegë, më lejoni që në emrin tuaj të falenderoj profesor Damakon për kumtesën e tij shumë interesante, për perspektivën e tij në raport me rolin që ka luajtur Noli dhe Luigi Gurakuqi në demokratizimin e jetës shqiptare në vitet 20 të shekullit 20. Do të falenderoj shumë profesor Damakon sepse ai ishte një kom për Universitetin e Tiranës, sikur e tha dhe profesori, ka luajtur një rol shumë të madh në emancipimin dhe zhvillimin e Fakultetit Juridik të Universitetit të Tiranës, që në fillim të viteve 90. Dakor, profesor? Dhe fjalën tani për kolegu tim, profesor Krisafit, Xenofon Krisafi, për të mbajtur kumtesën me temë njohja ndërkombëtare e qeverisë së Nolit. Faleminderit profesor Zhduka.
Më 17 qershor 1924, niseshin nga Tirana në drejtim të Parisit, Londrës, Romës, Beogradit dhe Athinës, edhe 5 telegrame disit veçantë. Ju drejtoheshin kryeministrave Herjo, McDonald, Mussolini, Pashish dhe Papa Anastasiu. Dërgues ishte Fanoli, i cili ju bënte të ditur se Këshilli i Lartë i Regjencës Shqiptare e kishte ngarkuar të formonte qeverinë e re liberale. Ajo, konkludonte Noli, do të jepte Shqipërisë një administratë moderne demokratike. 2 ditë më vonë, i njëjti ju përcoll edhe sekretarit të lidhjes kombeve Erik Drummond, si dhe qeverive të tjera. Nuk ishin njoftime të thjeshta. Ishin gjithashtu edhe kërkesë për njohjen zyrtare të një qeverie që kishte ardhur në fuqi pak ditë më parë nëpërmjet një ngjarjeje që ka hyrë në historinë shqiptare me emrin Revolucioni i Qershorit. Në krye ishte Fanoli, një nga personalitetet më të shquara të botës shqiptare. Me profilin e vetë të spikatur si adetar, me shkëlqimin si politikan dhe diplomat, si personalitet poliedrik me horizont të gjerë, me koncepte dhe sjellje të konsoliduara demokratike, bëri epokë dhe i dha emrin e vet kësaj ngjarjeje të rëndësishme. Ai drejtohej kundër shtypjes feudale vendase, ndërhyrjes së kapitalit huaj, kërkonte mbrojtjen e interesave kombëtare, ekonomike, shoqërore, kulturore e tjera, si dhe demokratizimin e shoqërisë shqiptare. Përse Noli, ndryshe nga pararendësit e tij në krye të qeverive shqiptare, shtronte çështjen e njohjes ndërkombëtare? Përse duhej që shtetet dhe qeveritë e tjera të shpreheshin, të jepnin ose jo pëlqimin e tyre për çka ndodhte në Shqipëri? Shpjegimin e jep doktrina juridiko ndërkombëtare, ku thuhet se kërkimi i njohjes është ndër veprimet e para të politikës së jashtme të çdo shteti të shfaqur rishtas dhe të çdo qeverie të tij të parë ose të qeverive që alternohen nëpërmjet ndryshimeve jo kushtetuese, siç mund të jenë revolucioni, kryengritja, grushi i shtetit, puçi ushtarak e të tjera. Në qershorin e 1924-s, rotacioni politik u bë me revolucion dhe bashkësia ndërkombëtare ishte e interesuar, sepse në Shqipëri mund të kishte shtetas dhe kapitale të huaja, të cilat mund të rrezikoheshin nga politikat do të ndiqnin ata që kishin ardhur në pushtet. Qeveria do ta merrte njohjen nëse tek të huajt do të krijojë bindja se ajo përfaqësonte vullnetin e shumicës së popullit, se kishte gatishmëri dhe jepte garanci për të respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, se do të arrinte të shtrinte pushtetin në të gjithë ose spaku në shumicën e territorit të vendit e të tjera. Për legitimitetin e saj, rëndësi do të kishte sidomos pranimi nga faktori i jashtëm. Nëse nuk do të njihej, do ta kishte të vështirë në mos të pamundur të vazhdonte ekzistencën normale dhe të hynte në marrëdhënie me qeveritë e shteteve të tjerë, do ta kishte të pamundur të përmbushte detyrimet ndërkombëtare që të gëzonte të drejtat respektive. Ajo ishte qeveria e dytë ndër 12 që ishin ndruar në Shqipëri në më pak se 4 vjet e gjysmë prej mbarimit të luftës së parë botërore, të cilës i kërkoi njohja ndërkombëtare. E para ishte ajo që formuar nga Kongresi i Lushnjës. Noli punoi shumë për të furnizuar prova dhe argumente për t'ju mbushur mendjen të tjerëve se qeveria e tij dhe Shqipëria që ajo përfaqësonte meritonin të merreshin në konsiderat. Por siç ndodh rëndom në këto raste, prevalojnë simpatit ose antipatit politike. Sjelljet e të huajve ndaj qeverisë shqiptare të 1924-s u karakterizuan nga qëndrimet përgjithsisht nihiliste dhe madje anti-shqiptare. Një nga pretekstet e përdorura prej tyre ishte se qeveria shqiptare punonte për llogaritë të tjerëve, kundër interesave të fqinjve. Përkundër tyre, Noli deklaronte se qeveria e sotme shqiptare nuk do të punonte për llogaritë të tjerëve, por vetëm të popullit të vet. Shqipëria, si një vend i vogël që është, as që mund të ketë qëllime agresive kundrejt fqinjve të saj. Ajo është edhe moralisht, edhe materialisht e çarmatosur. Asaj duhet vetëm qetësi. Për të afirmuar dëshirën për fqinjësi të mirë, ai përsëriste projektin e themelimit të një konfederate ballkanike ose të një antante kordiale në Ballkan, në shembullin e antantës kordiale të luftës së parë botërore. Për këtë propozonte një takim të kryeministrave të gatishullit, ku të vendosej heqja dorë nga mosmarrveshjet dhe nga lufta. Shqiptarët, thoshte Noli, do të bashkëpunojnë për qetësinë dhe përparimin e të gjithë shteteve ballkanike. Dëshirën e Shqipërisë për të bashkëpunuar me fqinjët e argumentonte ndër të tjera
edhe me ekzistencën e minoriteteve si një element përbashkues. Shqipëria kishte të tilla në të gjithë shtetet fqinj, por kishte minoritete të huaja edhe në territorin e saj. Noli bënte thirrje për t'i parë dhe trajtuar ato si ura për marrëveshje. Me këtë rast kujtonte se Shqipëria ishte ndër ato vende që ishte detyruar t'ju nënshtrojë vendimeve të fuqive që lanë më tepër shqiptar jashtë se sa brenda kufive të Shqipërisë. E trajtonte këtë çështje për të krijuar bindje të fqinjit se njoja e qeverisë së tij nuk ju duhej vetëm shqiptarëve, por edhe fqinjve, paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkan. Qëndrimet ndaj qeverisë së Nolit në fillim u karakterizuan nga një lloj konfuzioni. Është interesante se pothuajse të gjitha qeveritë të cilave ai ju drejtua, thanë ose lanë të kuptoj se e kishin njohur qeverinë e tij. Por këto pohime të formuluara me zbektësi ju drejtoheshin vetëm përfaqësuesve shqiptar, kurse me vetveten dhe me njëri tjetrin, këto qeveri shpreheshin me formulime që nënkuptonin mosnjohje. Atë çka ishte projektuar dhe pritej të ndodhte në raportet e të tjerëve me qeverinë e Nolit, e jep në mënyrë koncize ministri amerikan në Tiranë, Grant Smith, në njoftimin për Departamentin e Shtetit të 19 qershorit 1924. Thot shprehimish se italianët dëshirojnë që regjimi aktual të mbështetet nëse legjitimohet. Ministri britanik është shprehur hapur kundër njohjes. Kolegu francez pranon me vështirësi legalitetin e regjimit dhe shpreh dyshime për stabilitetin e tij, ndërsa serbët e grekët presin rrëzimin e regjimit, por jo hapur. Ka pakun gjithçka e javë, po ai kur Noli në cilëson si kryeministër të shpallur dhe regjimin aktual një minorancë në parlament që ka fituar pushtetin me forcën e armëve dhe nuk vlerësohet si qeveri e lishme derisa të marrë vot besimin e Asamblesë Kombëtare apo derisa të bëhen zgjedhjet e reja politike. E para nga fqinjët me të cilët Noli nisi përçapjet fillestare vinte Italia, sepse në atë kohë midis dy vendeve nuk ishte probleme emergjente konkrete të pasgjidhura. Megjithse dihet mirë se qëndrimi tradicional i Italisë përkundrejt Shqipërisë ka qenë kushtzuar nga fakti që ajo shihej si Quinta Sponta. Lakmoi për pozitën gjeostrategjike, pasuritë e shumta të mbi dhe nën tokës dhe si kryeur për depërtim në Ballkan dhe mëtej. Mussolini kërkonte të zyrtarizonte me një akt bilateral pozitën e veçantë të një lloj protektori që atij ishte e njohur ose që ishte e njohur Italisë nëpërmjet vendimit të 9 nëntorit 1921 të konferencës ambasadorëve të Parisit. Ai insistonte që Italia të lidhej me Shqipërinë me një pakt të veçantë miqësie, çka nuk u pranua nga Noli, që ishte një shtetar adhetar i pakorruptueshëm. Prandaj edhe nuk e mori dot njohjen nga Italia. I njëjtë do të ishte edhe qëndrimi i Greqisë, edhe pse ministri amerikan në Tiranë Grant Smith në raportin e 2 korrikut 1924 drejtuar Washingtonit shkruante se Greqia është i vetmi vend që e kishte njohur pa asnjë kusht qeverinë e Fanoli. Me gjithë premtimet dhe interpretimet e deklarimeve greke, në fund të fundit Noli nuk e mori dot as njohjen e Atinës. Qëndrimi i Beogradit ishte i kompromentuar dhe i paracaktuar që në fillim. Në Jugosllavi, ku kishte gjetur stre kundërshtari i tij, kundërshtari pra i Zogut, u përgatit komplotin ndërkombëtar që çoi më së fundi në dhjetor 1924 në rrëzimin e qeverisë demokratike. Është për këtë arsye që në fillim heshturazi dhe pastaj gjithmonë e mhapur, ajo refuzoi njohjen e qeverisë së re shqiptare. Një qëndrim gati identik me atë të vendeve të tjera adoptoi edhe Franca, megjithëse të ngarkuarit me punë të Shqipërisë në Paris në fund qershorit 24, ke Dorsey i tha se çështja e njohjes duhet konsiderohej zgjidhur pozitivisht nga telegrami i Herios për Nolin. Qëndrim që u përsëritet në një takim të Mehmet Konicës në Ministrinë e Punëve të Jashtme në fillim të gushtit. Por, gjykuar nga mendimet e shkëmbyera më vonë, rezultonte se edhe Franca nuk e kishte njohur Nolin. Britania e Madhe e kishte ndërtuar strategjinë e marrëdhënieve me Shqipërinë dhe dojmos edhe me Nolin mbi bazën e marrjes së koncesionit të shfrytëzimit të naftës dhe gazit shqiptar, si dhe të pasurive të tjera minerale shqiptare. Por krejt ndryshe nga sa pritej, konkretizimi i kësaj mundësie po vinte në pikpyetje ecurinë e marrëdhënieve shqiptaro-britanike. Jehona dhe gjurmët e padurimit britanik dhe ndikimet e tensionit bën që të përfundonin pa sukses përpjekjet e Nolit për zhvillime pozitive me Britaninë e Madhe, përfshirë edhe takimin e tij me kryeministrin britanik MacDonald në Gjenevë. Në këtë rrugë kishin ecur edhe demarshet për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
nisur nga perspektiva e mungesës së garancive për jetëgjatësinë e qeverisjes, në informacionin e lartpërmendur të Smithit, vlerësoj se nuk ka ndonjë përmirësim në situatën e dobët të pozitës së kreut të qeverisë dhe kabinetit qeveritar të Shqipërisë. Madje i deziluzionuar nga tabloja problematike shqiptare, entuziazmi i tij i mëparshëm, shprehu në kërkesën për të vazhduar kontaktet me qeverisjen e re të Imë Zot Nolit, kalon në anën tjetër. Sugjeronte se nuk besoi që i shërben interesave amerikane të mbajnë marrëdhënie zyrtare me regjimin. E vetmja që ju përgjigj pozitivisht Nolit ishte qeveria sovjetike, me të cilën u zhvilluan kontakte në distancë dhe nga afër dhe që çuan në njohjen e qeverisë së Nolit, madje edhe në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Por ky hap, në vend që të shërbente për mirë, shkaktoi një zhurmë të madhe kundër qeverisë, duke akuzuar si bolshevike të kuqe që po e shndronte Shqipërinë në një vatër të rrezikshme komuniste në Ballkan. Në fakt, kontaktet kishin nisur me qeveritë e mëparshme në fundin e vitit 1922 dhe fillimin e vitit 1923. Noli nuk ishte dhe nuk mund të ishte kundër bashkëpunimit ndërkombëtar, sepse ai ju shërbente mbrojtjes së interesave kombëtare, zhvillimit të pasurive të vendit, prosperitetit ekonomik, shoqëror, kulturor e të tjera. Prandaj ju kushtoi vëmendje politikës së jashtme dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, por mbi bazën e respektimit të parimeve themelore të SDE-s ndërkombëtare dhe kundër pazareve të paprincipta. Noli për herë të parë arriti ta prezantonte Shqipërinë me një politikë të jashtme të pavarur, me një origjinalitet dhe individualitet që dallonte nga qeveritë e mëparshme. Ka disa shkaqe se pse Noli nuk e mori njohjen ndërkombëtare të qeverisë së kryesuar prej tij. Disa prej tyre lidhen edhe me personalitetin e Nolit. Për ta kuptuar duhet zbritur së paku 4 vjet më parë, atëre kur ai në krye të delegacionit shqiptar në lidhjen e kombeve, sipas porosive ose orientimeve të qeverisë në koordinim dhe në raportet ngushta dhe me delegacionin zyrtar që vepronte në konferencën e paqes, ju bëri të qartë të gjithëve se shqiptarët rivendikonin me të drejtë vendin e tyre të merituar në Bashkësinë e Shteteve si shtet sovran e i pavarur. Kundërshtoi me argumente kërkesën e fqinjve dhe të disa prej fuqive të mëdha të kohës që insistonin për t'u rikthyer shqyrtimit nga e para të çështjes shqiptare, sepse dallonte që synimi ishte zhdukja e Shqipërisë si subjekti së drejtës ndërkombëtare dhe cedimi i territoreve të fqinjve. Ajo për shqiptarët konsiderohej e zgjidhur rreth 10 vjet më parë, edhe pse në një mënyrë të padrejtë, edhe pse Shqipëria kishte dalë nga lufta botërore e ngarkuar me hipoteka të rënda për ta. Ato i ishin vendosur nga faktori ndërkombëtar me insistimin e fqinjve, Italisë, Greqisë dhe Serbisë. Për fqinjët, kjo çështje figuronte ende në rendin e ditës. Ata që ishin në krye të fqinjve nuk besonin se Noli, që ishte treguar veçanërisht parimor dhe atletar i plak, duke hedhur poshtë me vendosmëri gjithë pretendimet e tyre, do të kishte ndryshuar dhe do të pranonte tashmë të vijej në shërbim të tyre. U duk kjo edhe në bisedimet që ai pati me kreun e qeverisë italiane Mussolini, i cili u tërhoq nga fjala e dhënë për njohjen e qeverisë shqiptare kur vuri re intransigjencën e Nolit për të mos pranuar kërkesat e tij. Nuk shpresonin asgjë të mirë prej Nolit as Greqia dhe Serbia, përfaqësuesit e cilëve ishin ndeshur dhëm për dhëm me të në organet e lidhjes së kombeve gjatë shqyrtimit të çështjes së kufive shqiptaro-grek dhe shqiptaro-serbe, shqiptaro-malazez. Pra, çështja nuk ishte të bënte vetëm me Nolin, por me aspiratat e tyre për ndarjen e Shqipërisë midis tyre. Ky ishte motivi qendror determinues që nuk i hapi dyert e Atinës, Romës, Beogradit dhe Setinës për Nolin. Ky qëndrim u implantua motamo edhe nga fuqitë e mëdha, të cilat gjithashtu qëndruan pothuajse refraktare ndaj kërkesave për njohje nga ana e qeverisë revolucionare shqiptare të Nolit. Nuk përjashtohet që përveç arsyeve që lidheshin me interesat e tyre individuale, ekonomike, politike, gjeostrategjike e tjera, të ketë ndikuar edhe frika e shndrimit të shembullit shqiptar në një precedent revolucionar. Mund të mos përjashtohet ndikimi i tratativave të nisur nga midis qeverisë së tij dhe asaj sovjetike për njohje reciproke, arsye për të cilat Nolit i ishin shtuar epitetet i kuq, bolshevik, komunist e tjera. Por siç u tha, ato nuk ishin të bënin me Nolin, kishin nisur pothuajse 2 vjet më parë. Është renditur gjithashtu si pretekst formal kontestimi i legitimitetit të qeverisë. Noli shihet si një kryeministër i shpallur,
kurse regjimi i tij si një minorancë në parlament që e kishte fituar pushtetin me forcën e armë. Ky opinion, i vështruar në optikën e së drejtës ndërkombëtare dhe të praktikës së deri atëhershme, nuk gjente mbështetje, sepse ka pasur jo pak raste ndryshimesh qeveritare, jo kushtetuese që janë pranuar dhe qeveritë e ardhura prej tyre janë njohur zyrtarisht. Për të mos shkuar larg, një prej tyre ishte qeveria bullgare, që kishte ardhur në fuqi një vit para qeverisë së Nolit, në qershor të vitit 1923, pas grushit të shtetit që shkaktoi disa mijëra viktime. Dhe megjithatë, u njoh 5 ditë pas masakrës, ku u vra madje edhe vetë kryeministri. Në Shqipëri, revolucioni i qershorit 1924 nuk u shoqërua as me viktima, as edhe më rëmujë. Gjatë periudhës 6 mujore të qëndrimit të Nolit në krye të qeverisë, ai bëri mjaft, por arriti pak, siç ka thënë profesor Puto, në monografinë e tij të shkëlqyer për demokracinë e rrethuar të Nolit. Pavarësisht nga përfundimi që pati, revolucioni i qershorit, konkludon ai, mbetet një etapë e rëndësishme e lëvizjes së emancipimit social demokratik në Shqipëri, me një trashëgimi të spikatur historike me Nolin si figurë mbizotëruese. I përfshirë në politikë dhe në diplomaci nga rrethanat e veçanta të kohës, nga dëshira për të shërbyer çështjes kombëtare, por edhe nga pasioni dhe prirja e tij e gjithanshme, Noli zuri një vend nderje, plotësisht të merituar në historinë shqiptare. Ai u prezantua si protagonist, aktor dhe negociator i shkëlqyer. Anglezi Swire do ta përkufizonte si një diplomat të përkryer, me dieni të gjera mbi botën dhe politikën ndërkombëtare, një negociator i gatshëm dhe i shquar. Ju falenderoj. Për kumtesën e tij vërtet interesante, njohja ndërkombëtare e qeverisë së Nolit, përpjekjet e vet Nolit për njohjen e qeverisë së tij, por që sekundër profesorit e theksua nuk u njoh as nga Pqinjet, as nga Perëndimi, me plashtim të Bashkimit Sovjetik që më shumë japi punë se sa i zgjidhi problemet që kishte. Edhe një herë faleminderit profesor, dhe fjalën më lejoni t'ja jap një kolegu që vjen po nga jashtë, nga Italia, Alessandro Sete, i cili do të mbajë kumtesën me temë, do ta them Shqip, një qasje e kujdesshme, qëndrimi i Italisë fashiste përkundrejt lëvizjes demokratike revolucionare gjatë kryenngritjes së qershorit. Profesorin duhet ta kemi online. Salve, buongiorno a tutti. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Io sono Alessandro Sette, sono dottore di ricerca in storia dell'Europa moderna contemporanea, titolo che ho conseguito presso l'Università degli Studi di Bari. Sono assai grato per l'opportunità che mi è stata data di partecipare alla presente conferenza, già che il suo soggetto, cioè Fannoli, è a me particolarmente caro. Per questa ragione desidero rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti sia alla prestigiosa Accademia delle Scienze d'Albania, sia al professor Crisafi che mi ha così tanto voluto, per il graditissimo invito. Dunque, la mia attività di ricerca è incentrata sulle relazioni politiche, diplomatiche ed economiche tra l'Italia ed i paesi balcanici in generale e l'Albania in particolare. In particolar modo nel periodo tra il XIX e la prima metà del XX secolo. Oggi andrò quindi a presentare un lavoro dal titolo A Cautious Approach, Fascist Italy's Attitude Toward the Democratic Revolutionary Movement during the June 1924 Uprising, in cui illustrerò il ruolo giocato da Mussolini durante i moti rivoluzionari guidati appunto da Noli. Inizialmente la mia intenzione era quella di produrre il presente elaborato in lingua inglese, ma il tempo purtroppo è risultato troppo tiranno e dunque procederò esponendo in italiano. Spero di avere la vostra comprensione. Grazie mille. Completata agli inizi del XVI secolo, dopo una lunga e cruenta lotta cominciata nel 1393 con la prima presa di Scutari e terminata nel 1501 con la conquista di Durazzo, l'occupazione ottomana trasformò in modo radicale l'Albania e gli albanesi. Tra i vari cambiamenti apportati dai turchi, il più significativo fu certamente l'introduzione di una nuova confessione religiosa, ovvero l'Islam, che la gran parte della popolazione albanese, prima interamente cristiana, abbracciò per evitare persecuzioni e discriminazioni. La principale conseguenza di questa conversione di massa non fu tuttavia l'inevitabile frammentazione religiosa, bensì la nascita di una nuova elite dominante, l'aristocrazia musulmana.
I grandi feudatari ed aristocratici cristiani, infatti, desiderosi di mantenere il proprio privilegiato status sociale, decisero di abbracciare in blocco la fede musulmana e dunque sottomettersi all'autorità del sultano. Tale decisione fu ovviamente molto apprezzata dalla Sublime Porta, la quale di rimando ricompensò i patrizi albanesi convertitisi all'Islam, permettendo loro di conservare non solo beni ed averi, ma anche l'antico lignaggio, mediante la commutazione dei loro titoli nobiliari cristiani in quello ottomano di bey. Protetti e sostenuti dagli ottomani, in breve tempo i membri di questa neocostituita elite presero possesso di praticamente tutti i comparti del vivere civile, divenendo così gli arbitri indiscussi dei destini dell'Albania. Il soffocante predominio esercitato dalla casta dei bey sul resto della popolazione ebbe come conseguenza la completa cristallizzazione dello status quo di matrice feudale, cosa che nei secoli successivi rese il paese, di fatto fermo al Medioevo, una delle più economicamente povere, socialmente involute e politicamente arretrate regioni dell'impero ottomano. Come infatti ebbe a scrivere agli inizi del Novecento un deputato italiano, Francesco Guicciardini, l'Albania si trova in condizioni morali, politiche ed economiche di gran lunga peggiori di quelle del reame di Napoli 50 anni or sono, che pur valsero al governo dei Borboni l'invettiva di negazione di Dio, lanciatagli nel Parlamento britannico da Palmerston. Occorre appena dire che i benefici della civiltà sono per l'Albania un desiderio vano. Di strade ferrate è superfluo parlarne, il telegrafo solo nei centri principali, di scuole per la universalità dei cittadini, nessuna. E mancassero soltanto i benefici della civiltà, quali le comunicazioni e l'istruzione all'Albania. Invece ciò che è più grave difettano a questo disgraziato paese anche le condizioni più elementari di un qualsiasi paese retto da un governo organizzato. Ma ciò che eccita e alimenta il malcontento è la dilapidazione continua, sistematica, multiforme del pubblico denaro. Nemmeno il conseguimento della formale indipendenza dalla Sublime Porta, proclamato a Valona il 28 novembre 1912, portò ad una modificazione degli equilibri politico-sociali interni al paese. Infatti, nei tumultuosi 10 anni successivi, caratterizzati da costanti sussulti politici interni, come ad esempio la salita al trono d'Albania e la susseguente fuga del principe Guglielmo di Wajt, nonché dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, durante la quale l'Albania divenne un vero e proprio campo di battaglia. Dei 13 primi ministri che si susseguirono alla guida del governo albanese, ben 11 potevano fregiarsi del titolo di bey. L'ultimo di tale lista fu Ahmed Bey Zogolli, signore della regione del Mati, il quale, dopo aver preso le redini del Partito Progressista, formazione politica composta per la quasi interezza da bey musulmani di estrazione fortemente conservatrice, il 24 dicembre 1922 riuscì a farsi eleggere capo del governo, carica che con l'aggiunta dell'interim agli interni lo rese l'incontrastato padrone della scena politica nazionale. Uomo duro, con pochi scrupoli ed estremamente ambizioso, nonché profondo conoscitore delle dinamiche interne al paese, Zogolli basò la propria azione politica su 6 pilastri ben precisi, 4 di politica interna e 2 di politica estera, ovvero 1. La sistematica difesa dei privilegi e degli interessi, soprattutto in materia di proprietà terriera, dei bey, suoi grandi elettori, nonché compagni di partito. 2. Il sistematico uso del pugno di ferro quale metodo per garantire l'ordine pubblico. 3. Il largo ricorso a clientelismo e corruzione. 4. L'emarginazione, quando non la vera e propria eliminazione fisica, degli oppositori politici. 5. Uno stretto legame con il governo di Londra, il quale ambiva a far ottenere all'Anglo-Persian Oil Company, mediante i servigi dello stesso Zogolli, il diritto di sfruttamento in regime di monopolio dei ricchi giacimenti petroliferi presenti nel sottosuolo albanese. E in ultimo 6. Un più che cordiale rapporto con la Jugoslavia, storica nemica delle istanze albanesi, ma che vedeva nel Bey del Mati un valido alleato grazie a cui ottenere rimaneggiamenti territoriali in proprio favore. In altre parole, Zogolli instaurò nel paese una simil dittatura che metteva l'intera nazione al servizio della classe dei bey e delle potenze straniere che supportavano il suo governo. E fu proprio contro questo regime autoritario e dalle sfumature antipatriottiche che decise di ribellarsi nella primavera del 1924
Stilian Noli, vescovo ortodosso, nonché leader del principale movimento d'opposizione, ovvero il Partito Democratico. Persona di eccezionale carisma e cultura eccelsa, fervente caporeligioso, leader politico arguto, diplomatico raffinato, rinomato scrittore, pubblicista, musicista e linguista, Noli si era da sempre battuto contro il malgoverno dei bei, prima dagli Stati Uniti, e più precisamente Boston, dove aveva vissuto una lunga parentesi della sua vita, affermandosi quale guida indiscussa della locale comunità di emigrati scipptari, e poi da Ginevra, città in cui si era stabilito nel 1919 in qualità di capo della delegazione albanese presso la Società delle Nazioni. Chiusasi positivamente l'esperienza svizzera con la missione dell'Albania nel consesso ginevrino il 17 dicembre 1920, non gli aveva fatto ritorno nella madrepatria, venendo immediatamente eletto deputato nelle fila del Partito Democratico, di cui sarebbe divenuto, a partire dal 22, il leader indiscusso. In sintesi, non gli aveva portato alla sua compagine politica un chiaro progetto di ristrutturazione nazionale, basato sul raggiungimento di ben precisi obiettivi, quali ad esempio la piena democratizzazione dei processi decisionali, da ottenersi attraverso un netto ridimensionamento dell'influenza dei bei e l'ingresso delle classi medio-basse nella vita pubblica del paese, la modernizzazione degli apparati politico-burocratici dello Stato, realizzabile mediante l'applicazione, al caso albanese, dei corrispondenti modelli di matrice occidentale, ed infine la completa riconfigurazione dell'obsoleta intelaiatura economica nazionale, da modificarsi tramite la cancellazione del latifondo, con relativa redistribuzione delle terre, ed il massiccio ingresso di capitali stranieri. Ma come raggiungere tanto ambiziosi obiettivi in un contesto arretrato, privo di una classe dirigente qualificata, avvezzo alla corruzione e refrattario ai cambiamenti, come quello albanese? A questa domanda Noli si era risposto in maniera assai peculiare. Pur ammirando e rispettando profondamente le regole democratiche, a suo parere l'optimum sarebbe stata infatti l'instaurazione nel paese di una sorta di direttorio a tempo determinato, formato da una ristretta cerchia di uomini retti e capaci, i quali avrebbero dovuto coattivamente introdurre tutte le riforme necessarie a rendere l'Albania uno Stato realmente democratico, economicamente prospero e socialmente evoluto. Terminato tale processo, le istituzioni parlamentari sarebbero state ripristinate e i meccanismi democratici avrebbero ripreso a funzionare regolarmente. Governo dei pochi o no, l'ora della prova per gli uomini migliori capeggiati da Noli scoccò nel corso della prima metà del 1924. L'evento scatenante dello scontro aperto tra l'opposizione antigovernativa e la classe dei bei fu l'uccisione del deputato democratico Avni Rustemi, ritenuto il mandante di un fallito attentato subito da Zogolli nel febbraio del 1924. A seguito dell'assassinio, Noli, come prima forma di protesta, decise di ritirare tutti i deputati del suo partito dal Parlamento di Tirana per organizzare una sorta di assemblea parallela a Valona, dove fece poi giungere la salma di Rustemi per celebrarne le esequie. I funerali del defunto deputato, tenutisi tra il 29 e il 30 aprile 1924, si tramutarono tuttavia in una sorta di grande manifestazione contraria al governo, durante la quale lo stesso Rustemi fu celebrato come il simbolo ed il più grande martire della lotta popolare contro l'oligarchia dei bei. L'indignazione pubblica scatenata dall'omicidio di Rustemi rese il paese una vera e propria polveriera e convinse Noli del fatto che era ormai giunto il momento di ricorrere alla rivolta popolare per spodestare Zogolli e i suoi accoliti. Desideroso di ottenere il pieno successo, come prima cosa il leader del Partito Democratico arruolò alla causa rivoluzionaria tutte le componenti attive della società civile, in grado di mobilitare la popolazione, quali i membri di associazioni antigovernative e del clero sia cattolico che ortodosso. Poi non gli si garantì l'appoggio dell'unico elemento in grado di poter reprimere la sommossa che si andava organizzando e nello stesso tempo assicurare la vittoria sulle forze regolari fedeli a Zogolli, ovvero quello militare, nelle persone dei colonnelli Recep Shala e Cazim Ciazzesi, comandanti rispettivamente i settori nord e sud Albania, nonché del capo della gendarmeria, Maggiore Corcia. Ottenute queste fondamentali adesioni, Noli istituì quindi a Valona un centro di direzione amministrativo militare, volto a coordinare l'imminente insurrezione generale, di cui fu infine proclamato ufficialmente l'avvio
il 23 maggio 1924. Acquisito in breve tempo il completo controllo delle regioni di Scutari e Valona, i colonnelli Ciaffesi e Sciala prima dichiararono l'istituzione della legge marziale nelle aree di loro competenza e poi richiesero la resa incondizionata del governo, in attesa di muovere, giunto il momento opportuno, alla volta di Tirana, forti di circa 12.000 uomini armati ed un cospicuo numero di volontari. A quel punto, però, si pose dinanzi ai rivoltosi capitanati da Noli un non secondario problema. Prendere il controllo delle summenzionate aree di Scutari e Valona, già roccaforti politiche della posizione, era una cosa. Occupare la capitale per poi rovesciare il governo era invece tutt'altra, giacché ciò avrebbe potuto innescare la reazione di una delle potenze straniere amiche del Bedelmati, come ad esempio la Jugoslavia, contro il cui esercito regolare nulla avrebbero potuto le forze rivoluzionarie. Prima di poter pensare ad un'operazione di ampio respiro su Tirana, era dunque necessario trovare un adeguato supporto a livello internazionale. A tale scopo, Noli pensò quindi di rivolgersi all'Italia di Mussolini. L'eco della montante sommossa antigovernativa orchestrata da Noli raggiunse Roma praticamente sin da subito. Che in terra albanese qualcosa stesse covando sotto la cenere in Italia lo si immaginava già, ma una rivolta popolare dalle proporzioni tanto vaste e dalle ramificazioni tanto altolocate alla consulta non l'avevano per nulla prevista. Scoppiate le ostilità, Mussolini prese dunque a ragionare su quale atteggiamento il governo italiano avrebbe dovuto assumere nei riguardi delle vicende albanesi, consapevole del fatto che entro breve tempo sarebbero certamente giunte a Roma richieste di appoggio da ambo le parti contendenti. La questione fu giustamente valutata di primaria importanza dal duce, poiché appoggiare la fazione sbagliata avrebbe potuto significare perdere ogni possibilità di proseguire, a tutto vantaggio delle grandi potenze rivali, la politica di penetrazione politico-economica che l'Italia fascista cercava di portare avanti in Albania. Roma dunque non poteva permettersi il lusso di farsi trovare impreparata. Gli aspetti da tenere presente erano sostanzialmente due, ovvero la qualità delle relazioni intercorse negli anni precedenti tra il governo fascista e l'esecutivo guidato da Zogolli e dunque l'effettiva convenienza per Roma di vedere il Bedelmati uscire vittorioso dalla lotta in corso e due, le reali possibilità di successo del movimento rivoluzionario, nonché, in caso di trionfo, la futura attitudine nei riguardi dell'Italia di un eventuale governo con Noli quale Presidente del Consiglio. Mussolini e Zogolli erano arrivati a ricoprire la carica di primo ministro quasi in contemporanea. Dunque, nel 1924, essi avevano avuto più di un anno di tempo per instaurare tra loro relazioni anche solo formalmente cordiali. Eppure, ciò non era avvenuto. Tale stato di cose aveva una radice ben precisa. I due semplicemente non si piacevano, né si fidavano l'uno dell'altro. Il Bedelmati, infatti, vedeva nel duce nulla più che l'erede dispotico di quella classe politica liberale che aveva tentato, prima durante la Grande Guerra, mediante il Patto di Londra, e poi nel corso della Conferenza della Pace di Parigi, con l'accordo Tito-Nivellizerlos e il compromesso Nitti, di smembrare l'Albania e di acquisire il diretto possesso di Valona. Per Mussolini, invece, Zogolli rappresentava solo il più scaltro tra i molti banditi assetati di potere e denaro che, a dire del duce, popolavano la politica albanese dell'epoca. In fondo, le reciproche impressioni non erano prive di fondamento. Seppur la stagione delle ambizioni albanesi da parte dell'Italia si fosse chiusa nell'agosto del 1920 con la cacciata del Regio Esercito da Valona e la susseguente firma del protocollo preliminare di Tirana, per venire poi sostituita da una più lungimirante politica di supporto all'indipendenza e all'integrità dell'Albania, l'allora capo del movimento fascista si era scagliato contro questa scelta, criticando aspramente sia la mancata applicazione del Patto di Londra che lo sgombero di Valona. Dunque era difficile credere che egli, finalmente divenuto primo ministro, non covasse piani revanscisti nei riguardi dell'Albania. Per parte sua, invece, il Bedelmati aveva semplicemente elevato corruzione ed intrigo politico al rango di strumenti di governo, istituzionalizzando nella pratica anche in politica estera. Ergo, vedere in lui una figura anche solo vagamente rispettabile risultava assai ostico. Dei due, però, a tenere l'atteggiamento più rigido ed intransigente nei riguardi dell'altro era stato sicuramente Zogolli. Tra il 23 e gli inizi del 1924, Mussolini, frattanto scientemente allineatosi alla politica albanese portata avanti dall'Italia liberale dopo lo sgombero di Valona, aveva infatti tentato a più riprese di costruire un ponte tra sé
e Zogolli, ma i suoi sforzi erano stati del tutto vani. Quali partner di riferimento dell'Albania, infatti, all'Italia Zogolli aveva costantemente preferito la Gran Bretagna e la Jugoslavia, con sommo disappunto di Mussolini. Di contro Noli aveva dell'Italia un'immagine del tutto positiva. Egli infatti era sempre stato un convinto sostenitore della necessità da parte dell'Albania di sviluppare con Roma rapporti quanto più proficui e stretti possibile, ma non solo. Noli aveva idee chiare anche in merito al fascismo in generale e alla controversa figura di Mussolini in particolare. Il vescovo ortodosso, infatti, non aveva mai nascosto di nutrire per la forma originaria del fascismo, ovvero quello movimentista, fatto di pertinace attivismo politico e puro spirito antigovernativo, una certa qual simpatia. In Mussolini, invece, vedeva non una minaccia, ma bensì un politico pragmatico e realista, il cui concreto contegno nei riguardi dell'Albania, al netto della retorica passata, ovviamente, poteva dirsi fondamentalmente corretto. Dunque, un politico con cui era possibile avere buone relazioni, come già sperimentato dallo stesso Partito Democratico nel corso dell'anno precedente, per il tramite del capo della sua componente cattolica, ovvero lo scutarino Luigi Buracucci. Infine, Noli non aveva mai fatto mistero di provare per Londra e Belgrado, ambedue colpevoli a suo giudizio di aver alimentato e protetto il regime di Zogolli, la stessa avversione nutrita da Mussolini. Alla luce di tutte le summenzionate considerazioni, dal punto di vista italiano la sconfitta di Zogolli era quindi qualcosa di davvero assai auspicabile, già che il passato non deponeva in favore né suo né della linea diplomatica portata avanti dal suo governo. Appoggiare Noli ed i suoi rivoluzionari dunque appariva come la scelta più logica e nel medio-lungo periodo maggiormente remunerativa sotto il profilo politico-diplomatico. Il Bedelmati ed i suoi alleati, tuttavia, avevano già dato prova in passato di possedere una innata abilità nel reprimere agitazioni e rivolte antigovernative, seppur mai risultate della stessa magnitudine di quella organizzata da Noli. Sottostimare in questo particolare frangente le qualità militari dell'astuto Zogolli, di conseguenza, si sarebbe potuto rivelare un fatale errore di valutazione per Roma e i suoi interessi in Albania. Inoltre, secondo Mussolini, provare a Zogolli una volta di più ed in una circostanza tanto delicata l'amicizia di Roma avrebbe potuto far finalmente comprendere all'ex primo ministro albanese la reale natura delle intenzioni fasciste e quindi produrre quella inversione di tendenza nelle relazioni tra i due paesi a cui Mussolini aveva così alacremente lavorato. Seppur in linea di massima si preferiva la vittoria dei rivoluzionari di Noli, prima di prendere una qualsiasi decisione bisognava dunque prima comprendere quale tra le due fazioni aveva maggiori opportunità di successo. Certo, i rivoltosi avevano preso il controllo della regione settentrionale e meridionale del paese, ma l'urto vero e proprio tra le due fazioni si sarebbe verificato nell'area di Tirana, dove l'esito dello scontro appariva parecchio incerto. E già che a Roma non si era ancora stati in grado di determinare quale fosse il reale peso specifico delle forze in campo e di conseguenza prevedere con un certo grado di sicurezza quale dei due schieramenti avrebbe prevalso, Scusami, decise di... Alessandro, Sì, ti chiedo scusa perché i tempi si stanno allungando, quindi ti devo chiedere di arrivare alla conclusione, perché abbiamo impiegato molto tempo all'inizio. Va bene? certo, mi ricollego subito al fatto conclusivo. Dunque, a dipanare i dilemmi di Mussolini ci pensò direttamente Noli, scrivendo in data 26 maggio 1924 al ministro plenipotenziario italiano Marchese Carlo Durazzo una nota in cui spiegava in sostanza quali fossero le intenzioni della rivoluzione e come mai si stesse rivolgendo allo stesso Mussolini. Dunque, secondo Noli, il governo italiano, cito testualmente, può facilmente risparmiare all'Albania una invasione da parte di potenze straniere confinarie. Un cenno, diceva Noli, dell'onorevole Mussolini, basterebbe per indurre i nostri vicini a non immischiarsi nei nostri affari interni e da lasciarci regolarli come meglio crediamo. Quindi se usciamo vittoriosi da questa lotta, continuava Noli,
Non solo tutte le vertenze pendenti tra i nostri governi saranno appianate in modo soddisfacente per ambedue le parti, ma che saranno effettuati degli ulteriori accordi atti a rendere i nostri rapporti ancora più intimi, giacché, chiudeva Noli, per tutti gli albanesi non vi erano dubbi. Nel caso uno dei paesi confinanti fosse stato in vena di avventure nella loro terra, il duce li avrebbe certamente dissuasi con la severità e la laconicità che lo caratterizzano e che ispirano il dovuto rispetto ai recalcitranti. In effetti le parole di Noli convinsero Mussolini, anche perché a Roma avevano giusto appunto siglato con Belgrado lo strumento più adatto a farlo, ovvero il patto di amicizia e collaborazione italo-jugoslavo del 27 gennaio 1924, che vincolava le due nazioni a scambi di vedute su materie di reciproco interesse. Bisognava in fondo solo metterlo alla prova, cosa che Mussolini effettivamente fece interpellando il ministro degli esteri jugoslavo, Momilo Ninčić, il quale logicamente espresse il suo più ampio consenso all'idea mussoliniana, già che se infatti l'Italia non voleva un intervento diretto di Belgrado in favore di Zogolli, la Jugoslavia dal canto proprio desiderava impedirne uno di Roma in appoggio a Noli. Il prodotto di questa interlocuzione fu una nota congiunta datata 9 giugno 1924 che fu diffusa dalle due nazioni e aveva sostanzialmente il seguente tenore. In occasione degli avvenimenti in Albania, i governi di Roma e Belgrado hanno avuto uno scambio di vedute in base al loro patto di amicizia e collaborazione. I due governi hanno potuto quindi constatare che lo scopo della loro politica è di nulla intraprendere che possa impedire o anche semplicemente imbarazzare lo sviluppo di un'Albania indipendente. Dunque, questo testo, diciamo, toglieva a Belgrado ogni possibilità di intervenire a favore di Zogolli. Ovviamente Noli accolse molto positivamente l'intervento di Mussolini e dopodiché con l'uscita di scena di Belgrado le forze rivoluzionarie furono libere il 10 giugno 24 di entrare a Tirana e tra l'11 e il 15 di dilagare in tutto il resto dell'Albania centrale. Quindi la rivoluzione aveva avuto successo esattamente come pronosticato da Noli e dal canto proprio Zogolli, ormai sconfitto, fu costretto a trovare riparo in Jugoslavia. Vado a concludere. Conclusasi positivamente la rivolta, dinanzi a Noli, nominato primo ministro il 17 giugno del 24, si profilava un immane lavoro politico, economico e sociale. All'interno di questo difficile quadro, due erano le cose che pesavano maggiormente: l'assenza di un aperto supporto a livello internazionale e la totale mancanza di liquidità nelle casse statali. Quindi, desideroso di risolvere quanto prima ambo le questioni, Noli decise di rivolgersi nuovamente a Mussolini. Il velato amico di ieri, tuttavia, non si sarebbe tramutato con sommo rammarico di Noli nell'alleato di oggi, giacché sin dalla costituzione del nuovo esecutivo Grazie, Mi dottor sentite? Sette. Sì, ma devi veramente concludere, anche perché c'è un problema di collegamento. Va bene. Atëherë, jam I detyruar t'i kthej borxhin kolegës dhe mikës time të nderuar, profesore Valentina Dukës, duke I dhënë fjalën për të kumtuar rreth qeverisë së Fanolit dhe shoqërisë Bashkimi. Fjala për ju, profesore. Faleminderit. Duke kujtuar kryengritjen e qershorit 1924, protagonisti kryesor I saj Fanoli, në një shkrim të tij te gazeta Liria Kombëtare që botoi në Gjenevë më 1 mars të 29-s, do të shprehej se ishte shumë zor në mos e pamundur të bëjë një revolucion I vërtet në Shqipëri, pa një përgatitje ideologjike dhe pa një mobilizim të përgjithshëm të popullit. Kjo gjë nuk u bë as para dhe as pas kryengritjes të qershorit. Populli përgjithsisht prej Noli nuk luajti asnjë rol në këtë kryengritje sepse ai nuk u mobilizua nga ne. Të këtij mendimi ishin edhe politikanë të tjerë shqiptar të kohës, miq dhe mbështetës të Nolit gjatë kryengritjes, Sejfi Bllamasi, Mustafa Kruja, Tajar Zavalani, bile dhe Luiq Gurakuqi,
Në kujtimet, në shkrimet, në intervistat e tyre, shpreshin se kryengritja nuk pati mbështetje popullore. Kryengritja e qershorit ngjansonte sipas disa studiusve më shumë të huaj me një grusht ushtarak të dobët, i organizuar nga dy regjimentet ushtrisë, një në jug dhe një në veri, që ndihmuan deputetët liberal shqiptar të udhëhequr nga Ponoli të marshonin nga Vlora drejt Tiranës për t'i rëmbyer Amazogut pushtetin më 10 qershor të 1924-s, që sipas këtyre deputetëve e kishte krejtësisht të pamerituar këtë pushtet dhe të siguruar në mënyrë jo legjitime. Ndërsa në përputhje me perspektivën e saj, shoqëria Bashkimi shpalli fitoren e revolucionit demokratik, siç e pagëzoi ajo kryengritjen e qershorit të 24-s. Kjo shoqëri që përfaqësonte mendimin liberal radikal të kohës, luajti rol të rëndësishëm në formatimin e opozitës shqiptare të viteve 20 dhe ishte mbështetja kryesore e revolucionit qershorit. Shoqata Bashkimi u themelua më 13 tetor të 22-shit nga Avni Rustemi, që qëndroi në krye të saj derisa vdiq, pas një atentati që u bë më 22 prill të 24-s dhe funksionoi deri më 25 janar të 25-s, kur doli ligji për ndalimin e veprimtarisë së saj. Pas diskutimesh dhe kompromisesh, shpesh të padëshiruara nga Noli, ky fundit arriti të krijojë kabinetin e tij, një amalgamë politikanësh dhe ushtarakësh që i bashkoi vetëm dëshira për rësimin e Amazogut nga pushteti. Shoqëria Bashkimi së bashku me politikan progresist do të përbënin një nga shtyllat kryesore mbështetëse të qeverisë dhe të programit të saj, të shpallur më 19 qershor të 1924-s. Panoli, kryeministri i ri i Shqipërisë, nuk e kishte humbur ende shpresën për një demokraci parlamentare për këtë shtet të vogël ballkanik. Besnik ndaj parimeve të veta, ai shpalli një program ambicioz, ekselent nga pikpamja politike, prej 20 pikësh, nëpërmjet të cilit synoi krijimi një shteti modern të stilit perëndimor. Të gjithë ata që kishin qenë opozit me Zogun e patën shumë të lehtë të bashkoheshin për përmbysjen e shpejtë të qeverisë së tij, po për shkak të ideve dhe interesave politike ekonomike të jetë ndryshme, bashkimi rreth një programi konstruktiv ishte diçka e pamundur. Si redim, qeveria e re e Panolit nisi punën në një atmosferë pothuajse të zymt dhe shpejt u ballafaqua me probleme të pakapërgjyeshme. Shoqëria Bashkimi dhe gazeta e saj me të njëjtën emër, Gazeta Bashkimi, që u botua nga 8 korriku 24-s deri 20 dhjetor të 25-s dhe që drejtohej nga miku i Avni Rustemit Reshat Këlliçi, për 6 muaj rresht, ndoqën një diskurs radikal në terren dhe në propagandë, kundër asaj që etiketonin si feudalizëm shqiptar, dhe ushtruan presion tek qeveria e Nolit t'i përmbajë programit të saj të reformave në përgjithësi dhe sidomos reformës agrare. Shoqëria Bashkimi nuk e njifte kompromisin. Ishte konsistente në veprimet e saj. Ajo nuk u kthye kurrë në parti politike, po qëndroi si një organizat. Nuk u bë pjesë e kabinetit qeveritar, por pretendonte të kontrollonte qeverinë e Nolit, duke marrë vendet kryesore në burokracinë e kohës si qendrore ashtu edhe lokale. Sipas historianit kanades Robert Austin, në librin e tij Shtegu i pashkelur i Nolit, gjatë qeverisjes së Panolit, u lejuan të përdoreshin edhe metoda fyese nga anëtarët e rinj të shoqërisë Bashkimi kundër atyre që nuk mbështetën kryengritjen. Si trashëgimtar të Avni Rustemit dhe të bindur se Zogu ishte përgjegjës për vrasjen e tij, anëtarët e shoqërisë Bashkimi ishin të vendosur të eliminonin Zogun fizikisht, si dhe belerët konservatorë që mbështetën atë. Shoqata Bashkimi në numrin e parë të gazetës saj Bashkimi, në krye artikullin me temë Programi ynë, shpalli platformën e vet prej 5 pikash, ku përveç se mbështeste programin e Nolit, bënte thirrje për vendosjen e demokracisë së vërtetë në Shqipëri, denoncimin atyre që ishin fajtor për vllavrasjen, konfiskimin e pasurive të tyre, pastrimin e tërësisë të vendit nga spionët, tradhtarët, çarmatimin e përgjithshëm dhe sigurimin e pavarësisë ekonomike, sidomos të fshatarësisë përmes një reforme agrare. Për një popull që merrej me bujqësi, shoqëria Bashkimi mendonte se reforma agrare duhet të zbatojë para se vetëm ajo mund të nxirrte Shqipërinë nga kriza e vazhdueshme ekonomike. Në fakt, çështja e zbatimit të një reforme agrare në Shqipëri ka qenë një debat i hapur dhe i gjerë në shtyp dhe parlament në vitet 20-24. Problemi agrar përbënte nyjen gordiane për shoqërinë shqiptare të viteve 20 të shekullit 20,
kjo kur Shqipëria gjendej në provën e vështirë të ndërtimit të një shteti demokratik. Kjo ishte arsyeja që zbatimi i një reforme agrare në Shqipëri zinte vendin kryesor në programin e Nolit. Në muajin shtator të 24-s, Qazim Kosuli, ministri i bujqësisë në qeveri, përgatiti dhe një projekt për zbatimin e një reforme agrare nën presionin e shoqërisë Bashkimi, që në fakt edhe si draft kjo nuk ishte një reformë demokratike dhe tepër seleksionuese. Sipas projektit qeveritar, ata belerë që mbështetën Nolin nuk do t'ju mbisnin tokat, por duhet të paguanin taksa më të larta. Konfiskimi të tokës do t'i nënshtroheshin vetëm kundërshtarët politik të kryengritjes dhe qeverisë së Nolit. Kjo projekt reform dështoi para se të fillonte, por tentativa zemroi konservatorët e qeverisë së tij dhe sidomos ndërkombëtarët. Qeveria nuk e bëri reformën agrare dhe nuk e mobilizoi popullin, do të shkruante Noli, jo se nuk ishte zonja ta bënte, por nuk deshte të realizonte reforma agrare siç duhej, prandaj dhe nuk e mobilizoi popullin. Në qeverinë e qershorit, ata që deshën realizimin e reformës agrare ishin një pakicë dëshpëruese. Panoli gjithashtu do të kujtonte se Shqipëria katundare, lexo Shqipërinë e Jugut, nuk interesoi për reformën agrare, se sipas tij, Shqipëria e Jugut nuk ishte si ligje të mëdha. Shqipëria patriarkale, lexo Shqipëri e Veriut, interesoi gjithashtu pak. Ajo pjesë e Shqipërisë që interesoi për reformën agrare ishte sipas tij vetëm Shqipëria e buqërve, pra Shqipëria e mesme, por këta, pra buqërit, kujton Noli, qenë aq të ngordhur dhe të terrorizuar prej belerëve, sa kur i kujtoja reformën agrare, më përgjigjeshin me një zë: aman, mos na vinë bela me belerët. Në politikën e tij të brendshme, Noli u eklipsua nga veprimtaria e shoqërisë Bashkimi, e cila lojti rolin kryesor në radikalizimin e veprimeve qeveritare. Afilimi në shoqërinë Bashkimi u bë certifikata kryesore e punësimit në administrat në 6 muaj e veprimtarisë së Nolit. Ndërsa mbështetësit e kësaj shoqërie kërkonin thellim të reformave dhe ishin të pakënaqur nga prania e vazhdueshme në qeverisje, të atyre që i konsideronin armiqtë të revolucionit, të moderuarit antizogistët që morën pjesë në kryengritjen e Nolit, ishin të pakënaqur nga spastrimet dhe reformat ekonomike që dëshironte të merrte Noli. Ndërsa qeverisja nolindiane Benitej intimidoi nga të gjitha krahët, kritikoi edhe nga organet kryesore të shtypit që kishin mbështetur atë, shoqëria Bashkimi u rit shumë, sidomos gjatë muajve korrigush të 24-s. Nga 3 dek që kishte para kryengritjes, arriti të bënte 40 syresh pasaj, sidomos në zonat rurale. Me shumë bujë dhe triumfalizëm, ajo organizoi kongresin e parë të saj nga 1 deri më 9 gusht të 24-s në Tiranë. Kongres ku diskutuan çështje që lidheshin me organizimin e shoqërisë, por dhe me çështje të zbatimit të reformës Noli. Kongresi zgjodhi një komision të përgjithshëm që do të drejtojë nga Llazar Fundo. Aprovoi statutin e ri të shoqërisë, aprovoi moshën që duhet të kishin anëtarët e saj. Mënyrën e betimit të tyre, ata do të betoheshin për nderin e tyre dhe shpirtin e Avni Rustemit. Vendosjen e zemrës së Avni Rustemit në selinë qendrore të shoqërisë për pelegrinazh, si dhe përcaktuan si datat më të rëndësishme të shoqërisë, 13 tetorin ditë e themelimit të shoqërisë, 22 prilli dita e vrasjes së heroit të tyre Avni Rustemi. Nga ana tjetër, shoqëria Bashkimi, gjatë muajve korrigush 24, organizoi dhe 3 mitingje të mëdha nga tribunat e të cilëve ju kërkua me forcë qeverisë që të shkonte drejt një konfiskimi më të madh të pasurive të çiftligarëve. Tubimi më i madh organizua në Berat, mitingu përfundoi me hartimin e një telegrami të ashpër drejtuar qeverisë, kur kërkoi konfiskimi i tokave të Toptanasve, Vllorajve, Vërlacit, Zogut e tjerë. Por në përgjigje të tubimeve të Bashkimit dhe në mungesë të Nolit në Tiranë që ndodhej në Gjenev për të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Lidhjes së Kombeve, ministri i Brendshëm Shala dhe ai luftës Qavzezi i dhan goditjen e fundit çështjes së reformës agrare dhe nxjerrjen e një dekreti ku thuaj se prona private do të respektohej. Ministria e Brendshme deklaroi se çdo turbullim tjetër e llojit të Beratit do të përfundonte në gjykatën kushtetuese. Ashtu si të gjithë pikat e programit qeverisë Noli, edhe caktimi i kohës për zgjedhjet e reja ishte një sfidë tjetër e kësaj qeverie. Shoqëria Bashkimi dhe Noli mbronin mendimin se zgjedhjet e reja që ishin pjesë përbërëse e programit prej 20 pikësh
mund të mbajshin vetëm pasi të ishin zbatuar 15 pikat e para të programit të tij, ndërsa konservatorët që në vërtet nuk e pranuan programin, kërkonin organizimin e zgjedhjeve sa më parë që të ishte e mundur. Të këtij mendimi ishin edhe mbështetësit, edhe disa ish mbështetës të Nolit, drejtuesit e Vatrës, Faik Konica, të cilët ngulmonin që qeveria të përliqte veten me qëllim që të shmangte rrezikun e ndërhyrjes nga jashtë. Vendosmëria e Nolit për të mos testuar mbështetjen popullore rriti akoma më shumë numrin e kundërshtarëve të tij. I detyruar nga kjo situatë politike, Këshilli i Lartë me kërkesë të Nolit nënshkroi një dekret për organizimin e zgjedhjeve nga 20 dhjetori deri 25 janar. Noli e hodhi këtë hap kundër dëshirës së tij, kundër dëshirës gjithashtu të shoqërisë Bashkimi, por Fanoli ishte i detyruar të zgjidhte midis dorëheqjes dhe zgjedhjeve. Ky ishte një veprim i vonuar që nuk mbështeste as atë politikisht dhe as nuk pengonte rikthimin e zogut në pushtet. Noli dështoi dhe forcat që e kishin ngritur në krye qenë po aq të gatshme për të lehtësuar rënien e tij. Noli nuk arriti të kënaqë askënd dhe përjedhoi e çoi vendin drejt një amullie të brendshme dhe të një anarkie në kuptimin doktrinor të kësaj fjale. Shoqëria Bashkimi në kuptimin e në kuvendin e jashtëzakonshëm që u zhvillua nga 24 dhe 26 nëntor, vendosi që të mos merrte pjesë në zgjedhjet e parakohshme. Si redhim, në dhjetor të 24, zogu gjykoi se kishte ardhur koha e dur për të rikthyer në pushtet. Duke pasur lehtësira nga veriu dhe duke përballuar një rezistencë të papërfillshme ushtarake, sepse komandantët e ushtrisë nuk ju bindën urdhrave të Nolit, në 24 dhjetor të 24-s, zogu hyri në Tiranë me ushtarët e tij dhe shpalli këtë datë ditën e legalitetit. Një vit më vonë, në shtator të 25-s, Fanoli në një letë të drejtuar redaksive të gazetës Dielli në Boston dhe Lirisë Kombëtare në Gjenevë, pas kritikave të shumta të këtyre organeve për qeverisjen e tij, do ta mbronte punën e qeverisë së tij duke rreshtuar këto çështje. Ai shkruan: qeveria e qershorit të 24-s nuk që ideale. Mungesat e saj nuk mund t'i di më mirë askush tjetër se sa unë që nga afër ka parë makinën e saj të punoj. Megjithatë, unë mendoj, do të shpreh Noli, se ajo kishte disa anë pozitive që unë duhet t'ja them në fillim. 1. Njerëzit e saj që janë patriot, i për në fuqi me dëshirën e popullit, pa asnjë ndihmë nga jashtë, su kanë dhënë shteteve fqinja si cop tokë shqiptare për të qëndruar në fuqi. Përkundër, fituan përfundimisht për Shqipërinë 14 fshatrat e Korçës, që në mbrojtës të pasurive të shtetit, nuk u dhanë kapitalistëve të huaj pasuritë e Shqipërisë për të fituar simpatinë dhe përkrahjen e tyre. Qenë të ndershëm, bën kursime të çuditshme, lanë borxhin prej miliona franga të qeverive të kaluara, balancuan buxhetin me një tepris prej 1 milion frangari, vepra këto të Gurakuqit, që kur vdiq, kishte në xhep vetëm 450 lireta, të sapo marra borxh një miku të tij. Qenë të qytetëruar, qenë liberal, që njerëz të ligjit, kishin një ushtri e gjandarmëri në mos ideale dhe moderne, të paktën kombëtare dhe të rregullueshme, e cila mbronte ligjin dhe nuk i binte më qafë popullit. Ky ishte perspektiva e Nolit për qeverinë e tij të viteve 30. Një këndvështrim i diskutueshëm në shumë elemente të tij, një qëndrim në thelb i majt dhe në shumë raste realist. Është e vërtetë që qeveria e Nolit, brenda mundësive të saj, e artikuloi ndërkombëtarisht çështjen kombëtare shqiptare. Mbrojti tërësinë toksore të vendit, si të arriti të balancoj buxhetin, një nga sukseset më të mëdha në planin e brendshëm. Po duhet theksuar gjithashtu se raporti që Fanoli ndërtoi me shoqërinë Bashkimi, pushteti që kjo shoqëri shumë e radikalizuar në këtë kohë mori, sjelljet shumë banditeske të saj ndaj kundërshtarëve politik, krijimi i gjykatës politike, pozita as pak e favorshme ndërkombëtare, mosbatimi i programit e dëmtuan imazhin e qeverisë në opinionin e brendshëm dhe të jashtëm dhe shpejtuan rrëzimin e saj. Si përfundim, duhet të them se Nolit i dështoi eksperimenti politik, pavarësisht se padyshim ishte një prej intelektualëve më të mëdhenj shqiptar të gjysmës së shekullit të 20. Në një intervistë të gazetarit anglez Joseph Swire, autori një libri brillant për historinë e Shqipërisë, Shqipëria ngritja e një mbretërie, Noli do ta shikonte tashmë kështu dështimin e tij. Duke këmbëngulur për reformën agrare, unë ngjalla zemërimin aristokracisë të tokës. Duke mos arritur t'i realizoj ato,
humba mbështetjen e masave fshatare. Kolegët e mi në qeveri dhe shumica e oficerëve të ushtrisë ishin ose kundër ose në rastin më të mirë indiferentë ndaj këtyre reformave, megjithse më parë ishin deklaruar në favor të tyre. Zoti Ajri, ministri angles në Shqipëri, arriti t'i bindë të gjithë ata që ishin përreth meje se reforma agrare ishte një risi e rrezikshme bolshevike. Ju faleminderit. Falënderime dhe përgëzime profesore Duka për kuntesën tuaj shumë interesante që troqi dhe vëmendjen e auditorit. Dhe tashti fillojmë seancën e dytë. Për këtë unë do të ftoj profesor Hamit Kabën dhe profesor Sonila Boçin që të zënë vendin në panel.